vajza e mbesës të Katerinës tani po na bën ëmbëlsirë. Nuk u tregojmë dot fytyrë, por shikoni një çik futan edhe takat që ka veshur. Tani. Një ëmbëlsirë quhet tortë në tepsi. Kishim hedh gjysmë litër qumshi, po zgjedhej hodhëm në një copë gjalp edhe një 2 copë za çokollate. Edhe tani hodhëm gjysmën tjetër të qumshit, gjysmë litri, me 6 lugë kakao. Edhe u piks, shiko sa e mirë që u bë. Shikoni. Kryem një paketë e gjysmë me biskota. Tani do ta hedhim këtu brenda. Masa Riksa. Riksa Leferia. Që unë di nisja e vogël këtu, sa mirë. Tani do të trazojmë që të mbulojnë të gjitha, të bëjnë kështu. Dale të tregoj edhe një herë këtë vajzën me taka. U mbuluan të gjitha biskotat. Ja. Edhe tani do t'i hedhim në një, si quhet, pse na bol, në një tas. Edhe tani do ta hedhim në tas. Po hedh kjo vajza e vogël dhe e bukur. Vojta kale Katerina, to korici, i dy kurastike. Edhe Madja nuk e ndihmon një çik. Edhe tani do ta ndërim kështu që të hapim të gjithë këtë tasin. Tani do hedhim në mikser një sandigi, nuk e di se quhet në shqip, panë, se si quhet, sandigi, dhe tjetra është qumësht i kondensuar i mësuar, kështu ma tregoi mua çati. Ja dhe tjetri. Do të hedhim këtu brenda dhe do t'i bjerë vërdalli. Edhe tani do hedhim edhe qumshtin brenda, si thash. I vënëm në frigorifer sandigjin që të ftohej, të ngrinte pak, edhe tani do ta hedhim mbi biskota. Është shumë e thjeshtë, një tortë shumë e thjeshtë. Edhe ja se si e hapëm të gjithë këtë sandigjin mbi biskota dhe tani do ta vëmë në frigorifer që të ftohet, edhe është gati. Një tortë tepsi e quhet. Shikoni sa e thjeshtë që është. Është e thjeshtë kur e bëjnë të tjerë, po hajde, nejse.